Si e vlerësoni gjendjen e sistemit të drejtësisë sot? Pse popullata kanë humbur kaq shumë besimin në sistemin e drejtësisë në këtë vend? Janë pikërisht të raste që mendoni që janë rezultati i krejt këtij dëshpërimi? Që sa herë që ndodh diçka e tillë, ne dyshojmë shumë që do zbardhet dhe do vi drejtësia në vend të re. Të bunëm sipas me prej diskriminimit, fillimisht prej diskriminimit vetë pale. Ndryshe shifin një person që është entitetit Makedonas, ndryshe një që është shqiptar, fillimisht edhe këtu është e padrejtësia. Ju shifni që edhe sasia e burgëve të burgosur është shumica për fat keq shqiptar, dhe mendoj që është e qartë që ka korrupsion te gjykata, te prokuroria, ka kuadra shumë dobët, mbas janë kuadra partjak. E dini që para akademisë Fatjubaja, akademia që zgjidhen gjykasin, se këtu ka pa qëtër që të këtë filter se kush do të kaloj. Ishin ato kuadrat të partive që u bën gjykatës e prokuror të paaft, jo me kvalitet. Duhesh që sipas me kemi shumë avokat të aftë, po socialisht nga Tetovës dhe Gostevarin nga tanë, duhesh që ato, në atë intervali kohor para se të jetë para kusht akademia, duhesh që ato të jenë si me eksperiencë. Keni ju avokat ka 15-20 në avokatur, që kandidoheshin atë, por nuk ishin, mëse s'ka qenë partia, po diçka s'kan pas do një link që t'in atje. Mendoj që edhe ajo që është arsyeja, pse është mos besimi. Si thash, po korrupsioni që është i qartë, më thënë më dihet, po edhe që në shumë raste që janë me të vërtet raste kruciale dhe sensitive që politika e merrat thënë të vetën që përzihet në të rast edhe praktikisht punohet me direktiva. Por krejt puna është problemi është mos integriteti i vetë prokurorët dhe gjykatësit. Nuk i keni me integritet as gjykatësit as prokurorët dhe shifni që është një frikë të vetë gjykatësit praktikisht. Janë si detyruar gjykojnë ashtu si ana e politikës e cakton.